Ne jemi para zgjedhjeve dhe para vendimit historik më 19 tetor, që në çështje e statusit ton dhe integritetit ton, dignitetit ton, të mundemi të rikthejmë dhe të kthejmë atë që e kemi fituar me gjatë. Për faktin që për çdo ditë shohim se si në çdo hap po injorohen, po poshtrohen, po degradohen edhe ata si pjesë e pushtetit, por edhe njerëzit që janë në institucionet përkatëse. Andaj, 19 tetori është thirrje për referendum, thirrje për rikthim të integritetit, dignitetit ton, thirrje për plebiscit, për të thënë se zgjedhjet dhe të zgjedhurit i zgjedhin vetë dhe nuk lejojmë askush të na zgjedhë përfaqësuesit tanë. Edhe një herë, me besim të plot në këtë garnitur të re, me mbështetje pa rezervë, edhe nga unë si deputet, por edhe nga Alili si deputet për këtu që vjen, do të jemi në shërbim të tyre në çdo moment.